Ngjarja tragjike në Kumanov vërtetoi edhe një herë brëjsinë e kësaj paqe kaq shumë dhe për kaq gjatë të ndëruar në Ballkan dhe për Ballkanin. E ky është rasti për të ritheksuar se Shqipëria e sheh si interes të padiskutueshëm të saj dhe të shqiptarëve në Maqedoni, po njësoj të gjithë rajonit dhe të vetë Europës, integritetin territorial dhe funksionimin demokratik të Maqedonisë. Qoftë ideja e cënimit të integritetit të shtetit Maqedonas, qoftë mos funksionimi i demokracisë në Maqedoni, janë të papranueshme për ne. Ne duam një Maqedoni të qëndrueshme, demokratik dhe pa diskutim, një Maqedoni ku marrëveshja e Ohrit të respektohet në frym dhe të zbatohet në gërm, për të siguruar bashkëjetesën e dëshiruar nga të gjithë mes shqiptarëve e maqedonasve si dy faktor të patjetërsueshëm shtetformues për Maqedoninë. Ne jemi vendosmërisht kundër çdo forme të shfaqjes së ksenofobisë dhe të dasisë ndëretnike. Dhe sot dua të theksoj fort se të gjitha vendet në rajon dhe përtej duhet të distancohen nga thirrjet dhe qëndrimet që nxisin shfaqje të tilla në hapësirën maqedonase